Kapiten, në Shkodër ndeshje historike, konsiderohet për herë të parë Vllaznia dhe Malisheva. Emocionin e kampin e Malisheves? Normal që është emocion kur luan në tokën shqiptare, është një emocion i veçantë, më thonë. Edhe shpresoj që të fitoj me i miri. Sa i përket Vllaznisë, mendoj që kanë kualitet dhe e kemi analizuar mjaft mirë ku i kanë pikat e forta dhe dobta dhe besoj që me kualitetin që kemi mujmë me kualifiku në raundin tjetër. Çfarë ka më shumë Malisheva që nuk e ka Vllaznia? Unë mendoj që ka më shumë kualitet edhe djemë të ri që dojnë për me arrit diçka. Sa avantazh është për skuadrën tuaj që ndeshjen e parë luani në Shkodër dhe të kthimit e luani në Podujevë? Normal, se për shembull është avantazh sepse na këtu me një rezultat mirë kemi avantazhin në Podujevë dhe besoj që me rezultat mirë këtu shpresojmë që të kualifikohemi. Sa ka patur mundësi skuadra të relaksohet në Shkodër, duke vizituar edhe disa pika turistike të për mua është hera parë këtu që kam vizituar Shkodrën dhe mendoj që një qytet shumë i mirë, edhe kemi kaluar kohë mjaft mira dhe vendi është shumë i mirë. Një fakt interesant, zgjodhet Shkodrën për të prezantuar uniformat e reja. Nuk ishte ndodhur mas një skuadër të huaj që vinte në Shkodër, po themi huaj sepse Malisheva është... Kemi dashur me bërë diçka më speciale dhe mendoj që u kanë koha më e mirë me shfaq këtu në qytetin e Shkodrës. Edhe diçka tjetër, sipas informacionit do të ketë tifozë të shumtë, autobusa falas për tifozërinë e Malishevës, një armë në plus për skuadrën. Po, normal, sa më shumë tifozë, sa më shumë mbështetje është shumë më lehtë për neve me bë më të mirë në fushë. Si shikoni mundësinë e kualifikimit? Mendoj që kemi më kualifikuar sepse është viti i tretë radhazi që domethënë se kemi kualifikuar në raundin tjetër dhe mendoj që është koha e duhur tash me kualifiku. Mediat flasin për disa largime tek skuadra juaj, e cilat ndoshta mund të ndikojnë. Është problem kjo? Është ndoshta pak problem, po edhe ata që janë largu edhe këta që janë ofru janë në kualitetin e njëjtë dhe besoj që janë përshtatur mjaft mirë me grupin. Në këtë aspekt edhe tek Vllaznia ka probleme për momentin. Është bllokuar merkato dhe një pjesë e mirë e futbollistëve që kanë firmosur nuk janë lejuar për momentin që të jenë gatshëm kundër Malishevës. Jeni njohur me këtë lajm? Jo, po kushdo që luan për neve është njëjtë, sikur me lojtarë të ri, sikur me ata që i ka pas për neve është njëjtë. Faleminderit. Sukses.